Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditën e sotme në një minier në zonën e Feknës në Martanesh, ku administratori i këtij subjekti ka ndruar jetë. 62 vjeçari Sulejman Kurti shkoi për të kontrolluar punën në minier, teksa në rrethona ende të paqarta është aksidentuar dhe si pasojë e plagëve të marra ka ndruar jetë. Në vijim, policia ka shoqëruar në polici disa persona të stafit drejtues dhe teknik me qëllim sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Njoftimi. Bulqiz. Informacion paraprak. Më datë 4/11/2025, rreth orës 10:15 në një subjekt minierar në zonën e Feknës, Martanesh, dyshohet se gjatë kontrollit në frontin e punës është aksidentuar shtetasi SK rreth 62 vjeç, me detyrë administrator në këtë subjekt, i cili si pasojë e dëmtimeve të marra ka humbur jetën. Në vijim të veprimeve, policia ka shoqëruar disa persona të stafit drejtues dhe teknik të subjektit minierar me qëllim sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Grupi hetimor, nën drejtimin e prokurorisë, po vijon punën për dokumentimin e plotë të shkaqeve të ngjarjes, njofton policia.